Kryeministri Edi Rama tha se mazhoranca socialiste do të zbulojë në kuvend qëndrimin përfundimtar për kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ndërsa shtoi se kërkesa e pezullimit ishte një rast unik në botë, precedent që ka cënuar kompetencat e pushtetit ekzekutiv dhe është ndërhyrje brutale në punët e qeverisë. Dhe përpara se të vinë në parlament, rasti erdhi u fut në teritorin e pushtetit ekzekutiv brutalisht me një kërkesë skandaloze për pezullim e pandodhur në historinë e botës. Kreu i qeverisë në konferencën e fundvitit me gazetarët tha se parlamenti dhe këshilli i mandateve dhe imuniteteve nuk është zyrë noterie për kërkesat e SPAK. Pushteti legjislativ duhet shprehet. Nuk është noter i prokurorisë. Këshilli i mandateve nuk është një zyrë noterie, është një kuazi gjykatë. Dhe parlamenti nuk noterizon. Zbuloi edhe qëndrimin që do të mbante ai personalisht nëse do të ishte pjesë e këshillit, kur u pyet për dosjen e SPAK që sipas rapportimeve përmban rreth 16.000 faqe. Më ka provokuar që ditën e parë. Po t'isha unë në këshillin e mandateve, do t'i thosha atyre që erdhën, çoni, ikni dhe ktheuni me një dosje për Parlamentin e Shqipërisë. Rama tha se asnjë deputet i Partisë Socialiste, sikurse avokati i zëvendës kryeministres, nuk e kanë marrë USB-n e SPAK, duke ndarë qëndrimin se mesazhet nuk mund të jenë provë. Për të mos krijuar asnjë shteg që pastaj të tjerë thoni që janë nxjerrë këta ato. Dhe që kur mbi bazë mesazhesh bëhen gjyqe, si në kohën e gjuetive të shtrigave që ngrihet tura druve. Duke e kritikuar rrjedhjen e informacioneve nga dosja hetimore, kreu i qeverisë u dha përgjigje direkte pyetjeve për takime dhe marrëdhënie me biznesmen e kompani që kanë fituar tendera për cilat numri 2 i qeverisë hetohet. Patjetër, kjo është detyra ime. Po nga kjo tek pjesa që mbas 3 muajsh fitoi tenderin dhe pastaj komenti e fitoi me çmim, e fitoi pa çmim, këto pastaj janë si ato të zhvekut. Ironizoi raportime për tunelin e Llogaras. Barzha vorë rër dhe u bë një strukturë që ata turqit, se turqit këtë punë kanë, janë të poshtë shumë, pretendojnë që është më i fortë se hekur. Kryeministri Edi Rama tha se në 3 mandatet e Partisë Socialiste, 37 raste i përkasin hetimeve për korrupsion apo shpërdorim detyre. Për këtë të fundit e cilësoi si nocion i cili duhet të rishikohet. Për ta specifikuar këtë nocion. Pse? Sepse kushtetuta thot janë 3 pushtete të pavarur nga njëri tjetri. Pra, drejtësia është e pavarur nga ekzekutivi, po dhe ekzekutivi është i pavarur nga drejtësia.